Mbrëmja e së shtunës 14 qershor ishte e veçantë për të gjithë, jo vetëm për pushuesit e Bregdetit të Durrësit, por edhe për artistët. U inaugurua një kinema e re verore, enkas për pushuesit, e cila mban një emër të madh, Kinema Tinka Kurti. Tashmë aktoria e madhe e skenës dhe kinematografisë shqiptare do të përjetohet me anë të kësaj kinemaje. Të shquar dhe miqtë aktores ishin të mbledhur në këtë ditë të veçantë për të. Margarita Xhepa, Piro Milkani, Marika Kalamata, Mirush Kabashi, Lazar Filipi, Roza Anagnosti, Edi Luarasi, Skëndere Vitore Sallaku e shumë të tjerë, përjetuan emocionet e aktores Tinka Kurti. Ishte një mbrëmje speciale e organizuar enkas për të, dhe një inaugurim i këndshëm që solli atmosferë festive në ambientet e kinemas së re. Gjatë orëve që kaluan pa u ndjerë, miq dhe kolegë, gazetarë dhe kinaast e uruan aktoren për këtë vlerësim. Vetë ajo në fjalën e hapjes e shprehu më së miri. Po ishte grup shumë e mirë, bashkë me bashkëshortin, kishte 3 fixhana. Ha? Po kol bëja gjë. Paloka. Palok do kemi. Ja kishte 3 fixhana, një me vish, një pa vish, një thym, një pa thym, me gota, kështu tjera. Dhe vinte dhe i thonte, urdhëroni zot Mirash. Sepse Roshi për të ishte më i madhe operatori. Dhe ne priçim pastaj kuj do t'ja japi Piros. I thotë urdhë zot Milu, po pse dukshme? Ai në algjërimin. Thotë stop kamera se i bëhet aktorit me tjerë. Thosha të lutem shumë Marie, jepi edhe këtij sa regjizori. Tani qiqarit e vjen rradha dhe ati. Por edhe miku i saj regjizori i njohur Piro Milkani nuk harroi që me humor të jepte një mesazh kuptim plot për të gjithë artistët e shquar shqiptar. Të tingës dhe më qyqari kam t'i kape dhe për asaj kohë kemi miqësi si gjithë të tjerët dhe i uroj jetë të lumtur dhe kësaj kinemaje sa më shumë spektator. Padyshim momenti kulmor ishte ai i inaugurimit dhe prerjes së shiritit nga aktoria, që u duar trokit gjatë në të pranishmit. Në këtë mbrëmje kontributi i shquarit Tinka Kurtit u pasqyrua në 2 forma. Së pari me një kënd fotografish të marrë nga çaste xhirimesh dhe sekuencash filmike. Janë rolet që i gjithë publiku shqiptar i njeh mirë dhe me të cilët Tinka ka krijuar një portret të pashlyeshëm në kujtesën tonë. Gjithashtu ajo u pa ndryshe me anë të një dokumentari, kushtuar jetës së saj. Aty të gjithë pan Tinkën ngrua në një formë të panjohur më parë, e që ngjalli emocione të shumta. Në një koktej organizuar në hollin e katit të parë të kinemas, të pranishmit ndanë me kamerën e televizionit Koa, opinionet e tyre për kineman e re në Durrës, si dhe për iniciativën për emërtimin Tinka Kurti. Për mua ky është një nga mrekullitë që mund të keni bërë këtu, për arsye se ndoshta ndokush mund të mendojë që kinemaja është në krizë, por
por s'është as pak e vërtet, për arsye sepse është një mjet komunikues mjaft i bukur dhe është i domosdoshëm sidomos në këto ambiente kaq të bukura që tash është edhe sezoni i verës. Duket është një punë shumë e madhe, një iniciativë aty prestonë që ka marrë, për mua është e shkëlqyeshme. Janë momente të tilla dhe kjo kinema kaq e bukur, inshallah vazhdojnë dhe tjerët në këtë ritëm. Ju lumt, ju hecë mbar. Një ide e shkëlqyer është urimi më i mirë është të rikthehet spektatorin. Ju vetë shikoni çdo të thotë, të kënaqesh në kolektiv. Ndryshe është televizioni, e shikon vetëm, kinemaja është pjesë e jetës tonë, me atë jemi rritur. Asaj kemi kushtu jetën dhe uroj, sidomos kjo kinema, të paktën në sinë e verës jetë plot.